Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. I njohur si ligji për branitellat në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ai vijon të shkaktoj debate mes mazhorancës dhe opozitës. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët nga kreu i Selës, Elmi Aziri, bëri thirrje kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi të heqë nga skenaret e vëmros dhe LSDM-s për t'i hapur rrugë miratimit të tij. Aziri bën thirrje që nëse dëshiron të zhbllokojë vetëm komisionin në fjalë ta thërrë seancën plenare bashkë me shumicën dhe të shfuqizojë vendimin dhe interpelancën ndaj kryetares komisionit Ilire Dauti që kjo e fundit me propozim të Frontit Evropian të zgjidhet sërish kryetare e komisionit. Maqedonia e Veriut nderon e brendë rëndja luftës së dytë botërore. Kryeministri Thramin Mickoski në qendrën përkujtimore të Holokaustit e brendëve të Maqedonisë kujtoi viktimat e luftës së dytë botërore dhe tragjedinë që nuk kurseu as Maqedoninë. Mbi 7000 ebrej maqedonas u dubuan në kabin Treblinka dhe jeta, historia dhe kultura e tyre u ndërpren me forcë, por historia nuk është vetëm një kujtim, është një mësim, shkruan Mickoski në profilin e tij në rrjetet sociale. Presidenti i Republikës Maqedonisë së Veriut, Gordana Silenovska Davkova, tërheq 8 ambasador nga detyra. Sipas saj, shkaku b emërimi i tyre pa përmbushur detyrimin ligjor para trupit punues të kuvendit. Ambasadorëve ju kërkohet të paraqesin pikpamjet e tyre për marrëdhëniet me vendin pritës ose organizatën ndërkombëtare në trupin e punës të Parlamentit përgjegjës për politikën e jashtme, dhe 8 nga 9 të tërhequrit nuk e bën këtë. Në përputhje me dekretet e miratura, revokohet ushtruesit e detyrë i ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplot në Bosnjë dhe Hercegovinë, në Mbretërinë e Suedisë, në Mbretërinë e Belgjikës, në Dukatin e Madh të Luksemburgut, në Bullgari, Çeki, Maltëzi, Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandën e Veriut. Krahas tyre u larguan dhe ushtruesit e tyre së ambasadorit të jashtëzakonshëm pranë organizatave ndërkombëtare në Vjenë dhe në Këshillin e Evropës. Detyrat e ambasadorëve pritet të përfundojnë më 30 prill. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Koalicioni drejtuar nga Albin Kurti në Kosovë vlerëson se gjatë mandatit të fundit arriti të rrisë me rreth 15% përfshirjen e grave në administratën publike. Gjatë paraqitjes së rrjetit të grave në pozita vendimarrëse në administratën publike dhe institucionet pavarura, Kurti tha se ka bërë hapa që nuk janë të vegjël. Nga të regrutuarat në administratën publike, në vitin 2023, 48% ishin gra, ndërkaq në vitin që lan pas 2024, 63% gra. Mbështetën punësimin e mbi 4.000 personave, prej tyre 55% gra, të cilët nuk kanë pasur asnjë antar të familjes punësuar nëpërmjet programit Qeveria për Familjet. Për shefin e qeverisë Kosovës, studimet e ndryshme tregojnë se gratë janë më pak të korruptuara se burrat. Historia dhe shumë hulumtime shkencore na tregojnë për lidhjen e thellë midis paqes dhe grave në udhëheqje. Një lidhje që nuk është vetëm statistik, por edhe dëshmi se aty ku gratë udhëheqin, jeta është më e drejtë, më e mirë për gratë e për burrat, për gjithë shoqërinë. Ishte kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbyllin 83% të programeve të ofruara nga USAID. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha se pjesa e mbetur e programeve të USAID që do të vijojnë do të jenë në monitorim, do të administrohen nga Departamenti i Shtetit. Në postimin e tij, Rubio falenderon stafin e departamentit të efikasitetit të Elon Musk për punën e bërë dhe auditin e kryer në USAID. 5200 kontrata që tani janë anulluar shpenzuan 10 miliarda dollar në mënyra që nuk i shërbenin dhe në disa raste edhe dëmtonin interesat thelbësore kombëtare të Shteteve të Bashkuara, shkruan sekretari i Shtetit Marco Rubio në rrjetet sociale. Multimiliarderi Elon Musk paralajmëron Europës se sistemi i komunikimit satelitor Starlink është jetik për Ukrainën. Sipas tij, Starlink bën shtyllën kurrizore të ushtrisë ukrainase duke qenë thelbësor për funksionimin e saj në terren. Në një koment të bërë publikisht, Musk u shpreh i tronditur nga vitet e masakrës dhe parashikoi se Ukraina është destinuar të mbas luftën nëse nuk arrihet një marrëveshje e paqe. Deklaratat e Musk gjallën reagime ndërkombëtare. Ministri i jashtëm i Polonisë, Radoslaw Sikorski, reagoi ndaj komenteve të tij duke kujtuar se kostot e Starlink për Ukrainën mbulohen nga Ministria Polake e Transformimit Digital, një vlerë prej $50 milion në vit. Sikorski paralajmëroi se nëse SpaceX tregohet një partner i paqëndrueshëm, atëherë do të detyrohen të kërkojnë furnizues të tjerë të komunikimit satelitor. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.